Në gjykatën themelore të Tetovës këtë të njëjtë vazhdoi seanca e rigjykimit për zjarrin në Spitalin Modular në Tetov që ndodhi më 8 shtator të vitit 2021, ku humbën jetën 14 pacientë që shëroheshin nga COVID-19. Para se të fillonte vazhdimi i seancës së rigjykimit, familjarët e viktimave thanë se gjithë opinioni publik e di se ekzistojnë prova serioze për lëshime gjatë ndërtimit të Spitalit Modular, të cilat mund të jenë arsyet e vetme për shpërthimin e zjarrit. Familjet e viktimave kërkuan të formohet një ekip i pavarur që do të shqyrtojë të gjitha aspektet e rastit, përfshirë edhe zvarritjet eventuale të procedurës nga prokurorët. Të garantohet se procedura gjyqësore do të zhvillohet pa ndikime partijake apo të biznesit. E gjithë opinioni publik e di se ekzistojnë prova serioze për lëshimin gjatë ndërtimit të Spitalit Modular, të cilin mund të jetë arsyeja e vetme për shpërthimin e zjarrit. Kjo u konfirmua edhe nga ekspertiza gjermane, një dëshmi e pavarur e zjarrit. Kjo dhe e pabesueshme e cila për fat të keq u refuzua nga prokuroria. Prandaj, i nderuar e Lupço, si tetovar, ju më së miri e kuptoni dhimbjen dhe zemërimin e familjarëve të viktimave dhe të gjithë komuniteti. Kjo nuk është vetëm një çështje ligjore. Kjo është një detyrim moral ndaj atyre që i humbën, por edhe ndaj të gjithë qytetarëve që sot jetojnë në frikë se një tragjedi e tillë mund të përsëritet, ndërsa askush nuk do të mban përgjegjësi. Është koha që dikush të merr përgjegjësi, është koha që drejtësia të del nga sirtari. Si familjar të viktimave kërkojmë nga ju të rihapet hetimi për të gjithë fajtorët e vërtet të zjarrit në Spitalin Modular në Tetov. Seanca vazhdoi duke u marrë në pyetje sërish ekspertët, respektivisht Irfan Shaqiri, elektroinxhinier, dhe Rubin Boshkovski, eksperti MPB-s në kuadër të sektorit të forenzikës. Irfan Shaqiri foli për instalimin e rrymës elektrike ku nënvizoi se i njëjti është vendosur nga 2 të punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku sipas tij, kyçja e rrymës elektrike nga trafoja kryesore deri në modular është bërë pa ndonjë skem dhe pas një standard, kurse si pasojë e vendosjes së shumë aparateve në kabllon vazhduese, ka ardhur deri tek lidhja e shkurtë që më pas ka shkaktuar zjarrin. Seanca vazhdoi me marrje në pyetje dhe të dëshmitarëve tjerë. Në seancë sërish u parashtruan pyetje lidhur me mungesën e aparateve për shuarjen e zjarrit gjatë kohës kur ka ndodhur zjarri në Spitalin Modular të Tetovës. Në bankën e të akuzuarve janë ish drejtori i këtij spitali, Florin Besimi, dhe drejtori organizativ Artan Etemi. Seanca e radhës është caktuar për më 8 prill.